një talent që unë s'ta kisha njoft kur. Piktura? Piktura, prit. Magjia zez. Magjia. Mos na ki bo dhe neve të qika. Qëre, unë mendoj që sot e tutje... Sarkazmin e ki shumë të lartë. Unë mendoj që sot e tutje ka hala banor aty, që tash janë jashtë, që janë hala pjesë e magjisë temë. Mos. Po, i ka kap. A që është fort e ki magjinë? Do më thonë edhe jashtë janë të përjetu këtë farë magjie. Do më thonë ti po vazhdojnë mja mojtë sarkazmin aty në personave. Po, pse jo? E kanë besu? Po, bile është e jashtëligjshme, duhet dënohet edhe uroj që të gjejnë derë në programet të drejtësisë, kushdo që e shetë. Është shumë e çuditshme se si e morën seriozisht, sinqerisht. Nuk e dini njëri në një moshë të rritur që se kupton humorin, po prapë se prapë. Unë hala nuk besoj që qatë shumë seriozisht e kanë pas. Okej, e kanë pas për show. Ndoshta dhe jo, ata zgjedhen me marrë shumë seriozisht, një pjesë e madhe e tyre, dhe unë gjatë gjithë javës, hala parë të prajmi, unë gjatë gjithë javës kom qesh me këtë sen, se s'mu isha me konceptu për çka janë të dosh me debatu. Vike debatojshin të na ke ysht. Ysht është dhe me magjia zezë? Po. Okej. Ti e din që une kur të shumë budallak, vazhdon... Une qoj 100 kate ma poshtë. Edhe kur e parë janë qatë nivel, e vazhdojsha. Ja majtë e valën. Po, ja majtë e valën, edhe dullim prime. 10 milion shqiptarë qashën me ta, jo me mu. Po, e vërtet. Ullën vetën poshtë. Ke një moment funny, menoj për spektaklin edhe për mu, po ke një moment dopsie për disa persona që e tërgun vetën që janë totalisht shumë të cekët për me mirë kuptu diçka ose për me marrë diçka si qesharake edhe si diçka serioze.